teleshikues, ju përshëndes, jemi një transmetim të drejt për drejt nga studio e lajmeve Radio Televizionit Ora News. Do t'jemi bashkë për këtë edicion qendror informativ të orës 20. Në lajme do të ndiqni. PD dhe LSI përplasën në koncesionin laboratorëve. Selia Blu akuzon LSI-n si bashkëautore, ndërkohë që Vasili deklaron se problemi i PD-s është oligarkia. Zyrtari i lartë amerikan Alain Bersin dhe ministri Sokol Dervisha e vlerësojnë të kënaqshëm masat e sigurisë në portin e Durrësit. Devijimi i trafikut për shkak të punimeve në sheshin Skënderbej shkakton kaos në Tiranë. Policia rrugore përforcon masat. Kundërshtohet ligji për mediat në Poloni. Drafti parashikon kufizimin e mediave në sallën e parlamentit. Protestat të dhunshme, policia përdor gaz lotësjellës. Konsulata e nderit e Meksikës në Shqipëri sjell në Teatrin e Operas muzikën meksikane, koncerti me pjesëmarrjen e sopranës së njohur Jessica Loaiza. Të nderuar teleshikues, do të vjojmë tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore. LSI ka reaguar pasi deklaratet e ashpër të Partisë Demokratike, ku përveç se sqaron momentin e votimit të koncesionit për laboratorët dhe arsyet pse është larguar nga seanca, akuzon LSI-n si bashkëautore. Petrit Vasili në përgjigje thotë se problemi i PD-s nuk është LSI-a, por oligarkia dhe se forca politike së cilës ai i takon ka vetëm një aleancë të vetme, aleancën me qytetarin dhe interesat e tij. Problemi i Partisë Demokratike nuk është LSI-a, por oligarkia. Basha duhet të ndajë se ku është, këtu apo në Holland. Kështu shprehet kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, pas akuzave të opozitës lidhur me miratimin e koncesionit të laboratorëve. Që PD dhe Lulzim Basha janë në këtë realitet, apo ndodhen në qellin e 7? Ndodhen këtu në Shqipëri, apo ndodhen në Holland? Problem i Partisë Demokratike e Lulzim Bashës nuk është LSI-a, por oligarkia dhe çlirimi i saj nga trysnia e kësaj oligarkie, në mënyrë që ajo ketë mundësi të jetë e qartë se ku ndodhet. Vasili sqaroi se kjo forcë politike në koalicion mbi të gjitha ka aleancën me qytetarin dhe në interes të qytetarit. Është një aleancë që mbizotron mbi gjitha aleancat në çdo konstatim që ky interes publik cënohet, rrezikohet dhe kërkon qëndrimin ton, do ta mbajmë. E kemi mbajtur, do ta mbajmë në mënyrë të prerë. Ndryshe, Partia Demokratike ka sqaruar se ishte në sallë dhe nuk mbështeti amendamentin e LSI-s në momentin kur u miratua koncesionin për laboratorët. Sipas Partisë Demokratike, amendamenti i LSI-s nuk e ndalon të koncesionin e laboratorëve dhe nuk kishte asnjë vlerë ligjore. Nëse Ilir Meta është kundër koncesionit, e ka të thjeshtë ta rrëzojë atë në qeveri, le të bllokojë qeverinë ose të dalë nga qeveria. Por këtë LSI nuk e bën dot, sepse qeverisja është oksigjeni që mban në jetë LSI-n. Thekson në reagimin e saj Partia Demokratike. Më herët deputetja e PD-s Albana Vokshi deklaroi se koncesioni i shërbimit laboratorik në shëndetësi do t'i kushtojë shqiptarëve 7 milion euro në vit, të cilat sipas Selis Blu do të shkojnë në xhepat e klientëve të kryeministrit. Vokshi kërkoi nga kryeministri Edi Rama që të tërheqë vendimin për dhënien e këtij koncesioni. Partia Demokratike i kërkoi kryeministrit Edi Rama që të tërheqë vendimin për dhënien me koncesion të shërbimit laboratorik në shëndetësi. Deputeti Albana Vokshi tha se kjo kontratë do t'i kushtojë shqiptarëve 7 milion euro në vit, të cilat sipas saj do shkojnë te klientët e qeverisë. Nga 1 milion në vit që kushton sot i gjithë sistemi laboratorëve, pasi t'ia kaloj privatit, shteti do t'i paguajë atij plot 8 milion euro. Janë 7 milion euro më shumë nga taksat e qytetarëve që do shkojnë në xhepat e klientit të radhës. Parlamenti miratoi të njëjtën koncesionin e laboratorëve, ndërkohë që Partia Socialiste rrëzoi me 63 vota kundër amendamentin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që kërkonte pezullimin e financimit nga buxheti i shtetit të këtij projekti. Partia Demokratike, edhe pse ishte në sallë, nuk e mbështeti amendamentin e LSI-s, çka do sillte rrëzimin e projektit të qeverisë. Të nderuar teleshikues, unë ju kujtoj se deputeti Albana Vokshi do të jetë ftuar pas pak këtu në studion e lajmeve të Ora News për të diskutuar pikërisht për koncesionin e laboratorëve dhe përplasjen mes PD-s dhe LSI-s. Ndërkohë ne do të vjojmë tani me një tjetër zhvillim. Partia Demokratike akuzoi deputetin e maxhorancës Shkëlqim Selami se ka fshehur të dhënat që ka dënuar në Itali për trafik qenies njerëzore, ndërsa i bëri thirrje KQZ-s dhe prokurorisë të veprojnë. Mbi akuzat reagoi deputeti Selami duke i cilësuar Barsaleta me qëllim të vetëm shpifjen dhe baltosjen e figurës së tij.
Partia Demokratike akuzoi deputetin e majorancës Shkëlqim Selami se ka fshehur të dhënat dhe nuk ka deklaruar një dënim në Itali për trafik qenish njerëzore. Sipas drejtuesit të Departamentit të Sigurisë, Enkeleda Libej, kjo tregon pse kryeministri Rama nuk e do kriminalizimin, ndërsa i bëri thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorisë të veprojnë për këtë çështje. Zbulimi nga media i rastit të deputetit të majorancës Shkëlqim Selami, i cili ka fshehur të dhënat dhe nuk ka deklaruar një dënim në Itali për trafik qenish njerëzore, tregon edhe një herë pse Edi Rama nuk e do dekriminalizimin. E pengon atë dhe nuk është i gatshëm ta zbatojë. Menjëherë pas deklarantës së Partisë Demokratike, që e akuzoi për fshehje të dhënash, ka ardhur reagimi i deputetit Shkëlqim Selami. Përmes një postimi në profilin e tij në Facebook, Selami e cilëson Barsalet akuzën e opozitës, për të cilën thotë se nuk është e vërtetë. Selami thotë gjithashtu se janë thashatheme të vjetruara akuzat e Partisë Demokratike, që sipas tij kërkojnë të baltosin figurat e kundërshtarëve, duke shpifur për krime apo trafiqe të paqëna. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë tani në një lidhje direkte nga Hotel Tirana, ku dhoma e tregtisë ka një aktivitet direkt. Lidhur me punësimin, pra një punë ndenjë, një sukses i padiskutueshëm për sipërmarrjen. Ashtu siç do doja të vlerësoja këtë mbrëmje për çmimet që jep, që është viti i 9 radhas, që jepet çmimi për sipërmarrjet, dhe unë ashtu siç e përmendi dhe Erioni, që kush e shtegjë s'do të përkthelet, por unë jam i bindur dhe i sigurt që të gjitha ato sipërmarrjet që marrin të çmime meritojnë dhe përkthjelja është thjesht një kujdes i dhomës tregtisë dhe asgjë më shumë. Nga ana tjetër ju bëj një ftesë që sa më shumë çmime të marrin sipërmarrja private, sa më shumë vlerësohet sipërmarrja private, aq më shumë reagon pozitivisht dhe aq më afër konsumatorit dhe aq më afër partneritetit qëndron sipërmarrja. Kështu që unë do doja të vlerësoja maksimalisht edhe prezantuesit në rastin konkret, por njëkohësisht për një punë të shkëlqyer që zonja Gaçe ka bërë, sepse nuk fillon këtu kjo punë. Kjo punë është pothuajse mbyllet mbrëmja sot dhe të nesërmen fillon organizimi për mbrëmjen e vitit tjetër. Pra është një punë që do kujdes, është një punë që do përkushtim, dhe për këtë unë do doja ta vlerësoja në mënyrë të veçantë zonjën Gaçe dhe gjithë ekipin dhe grupin e saj, dhe njëkohësisht do doja të vlerësoja dhe ekipin dhe stafin e dhomës për një punë të palodhur që bën në shërbim të sipërmarrjes private dhe për të rritur performancën e saj që shërbimet jenë në maksimum. Tani, ka arkitekt dhoma e tregtisë, po ka dhe kryearkitekt kryeqyteti jon. Ai që i ka ndryshuar imazhin kryeqytetit, vjen me ne zoti Erion Velia, kryetari i Bashkisë Tiranës. Është mbushur Tirana me drita, si rrallë herë ndriçuar kështu. Sa që po na duket sikur s'po na ikin dritat më. Fakt kjo është e vetmja dhomë që s'duhet marrë kredi, se në fakt gjithë ato bën me taksat tuaja. Kështu që faleminderit juve në fakt për dritat dhe për gjithë punët e Tiranës. Kjo ishte e papritur, kështu që nuk e di çfarë duhet të them, por shumë faleminderit për ftesën. Ja ta them unë, juve vetë s'keni lënë çmim pa dhënë. Kështu që keni rastin të jepni edhe ca të sipërmarrjes. Me shumë kënaqësi, unë them që ajo shpreha trimi mirë me shok shumë vlen posaçërisht këtu. Edhe Nikolini nuk ja del dot vetëm pa të gjithë anëtarët e dhomës. Edhe një qytet nuk ja del dot vetëm pa të gjithë qytetarët. Megjithatë, si në çdo vend, edhe në qytet ka një hierarki. Kanë disa njerëz që janë ndjekës, janë disa njerëz që janë udhëheqës, që hapin rrugë për tjerët, që punësojnë tjerët, që kanë një vizion që ndoshta tjerët nuk e kanë, që shohin diçka që tjerët ende nuk e kanë parë, që nuhasin një risi që tjerët ndoshta ende nuk e kanë ndjerë. Edhe unë besoj që shumica e tyre njerëzve janë në këtë dhomë. Edhe ata janë kryeqytetarët që marrin risk, që vënë baste në kuptimin e mirë të fjalës, pra që mundohen dhe guxojnë në diçka që askush tjetër nuk ka shkelur përpara. Dhe më vjen mirë që në fakt, edhe pse Shqipëria ka një rritje ekonomike rreth 3%, mbi 3%, shumica e asaj gjenerohet këtu në Tiranë. Do thot guximi më i madh është në Tiranë, do thot kurajo më e madhe, do thot edhe çmendurit më të mëdhenj janë këtu në Tiranë. Kështu që unë ju falenderoj me gjithë zemër, po shikoja edhe nga ISHP-ja dhe nga rezultatet e punësimit, vetëm nga investimet e bashkisë që aplikohen për shumë prej nën kontraktorëve që janë këtu. Ne kemi pasur mbi 10.000 të punësuar, dhe sigurisht që është kënaqësi. Patjetër që biznesi ka një formulë fitimi, por shumë e rëndësishme që fitimi të ketë pastaj edhe një sistem valor ku përfitojnë dhe njerëz tjerë, përveç kompanive, njerëz që punësohen,
njerëz që çojnë rroga në shtëpi, njerëz që kanë një vit të ri për të festuar, kështu që unë ju falenderoj me gjithë zemër për kontributin, edhe nëse do kisha unë mundësi, do jepja të gjithëve një çmim për punën fantastike në Tiranë. Do t'japim shumë çmime sonte faktikisht, por unë dua të ruajmë çik raportet e barazisë gjinore këtu, se ndihem e vetme mes tre meshkujve. Ftoj zonjën Ines Musostepe, kryetaren e Unionit të Dhomave, që bashkë me ju të bëheni 3 për të dhënë 3 çmimet e skalionit të parë. Faleminderit. Charmante si kurdo herë. Shqyru bë dhe biznesi me një zonjë, kupton? Po, problemi ngel gjithmonë të marrësh fjalën pas 2 meshkujve, si këta që kam në krah. Që nuk ju mungon as pak fjalën as një moment. Megjithatë, unë doja të thoja sot që jam shumë e nderuar që jam këtu me ju. Duhet të ju përulemi çdo ditë të vitit. Sot vërtet do t'i japim çmime, po këto çmime ju do t'i meritoni çdo ditë të vitit, sepse ju jeni ekonomia jon. Ju jeni ato shifra që ne dëgjojmë çdo ditë në televizion, mbi rritjet ekonomike, mbi doing business, lloj standardesh, po ju jeni realiteti, ju jeni Shqipëria. Faleminderit. Mirë, kalojmë në skalionin e parë të fitimtarëve. Do të kemi disa sonte, apo jo? Unë kam një merak. Kush do jetë biznesmeni më i suksesshëm i vitit 2016? Jo, gabon, nuk kemi biznesmen, do të kemi biznesmene. Po. Po mirë, kam një merak tjetër unë. Po investimi më i suksesshëm për 2016-ën, kush do jetë? Po nuk mund të presësh ti pak? Po mirë, po e mbyll me të tretën. Po. Industria më e rëndësishme e 2016-ës, kush do jetë? Ndjekim klipet dhe i shohim bashkë të tre. Kemi prishur industritë. Me shpejtësi. Tani ku shikon emrin, po e gati të vi. Nderuar teleshikues, ndërpresim përkohësisht të transmetim të drejtë për drejt nga Hotel Tirana për të vjuar me të tjera zhvillime. Ndihmës sekretari për çështjet ndërkombëtare të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, Alan Bersin, i ka cilësuar të kënaqshme kushtet e sigurisë në portin e Durrësit gjatë një inspektimi së bashku me ministrin e transporteve Sokol Dervishaj. Zyrtari amerikan garantoi se edhe administrata e re amerikane do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë. Nga ana tjetër, ministri e cilësoi të shkëlqyer bashkëpunimin, por kërkoi të rritet edhe më shumë kapacitetet. Ministri i Transportit Sokol Dervishaj së bashku me ndihmën sekretarin për çështjet ndërkombëtare të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, Alan Bersin, ka parë nga afër në portin e Durrësit zbatimin e elementeve të sigurisë. Praninë e zyrtarit të lartë amerikan, ministri Dervishaj e konsideroi shenjë të qartë të bashkëpunimit të ngushtë me një partner strategjik si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një bashkëpunim që ka një funksionim të shkëlqyer, por që për shkak se ne jemi ende në parametra duke u përmirësuar, kemi nevojë për të rritur kapacitetet tona, për të rritur mënyrën e koordinimit, veçanërisht midis agjencive të zbatimit të ligjit, agjencive që kanë përgjegjësi direkte për administrimin, monitorimin dhe operimin e porteve dhe aeroporteve, pikave pra hyrëse më të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë. Për këtë kërkohet koordinim, për këtë kërkohet bashkëpunim, për këtë kërkohet rritje e kapaciteteve. Ndihmës sekretari për çështjet ndërkombëtare të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, zoti Alan Bersin, u shpreh se bashkëpunimi do të vazhdojë të jetë i ngushtë edhe me administratën e re amerikane. Mbeta shumë i kënaqur me sistemin e informimit që është vendosur këtu në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara, ose siç njihet ndryshe sistemi Teams, gjithashtu mbeta i kënaqur me kapacitetet e kontrolleve fizike dhe me anë të skanerit. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me qeverinë e Shqipërisë dhe jam besim plot se administrata e re amerikane do të vazhdojë bashkëpunimin me Shqipërinë. Bashkëpunimi për sigurinë është shumë i mirë dhe ka dëshirë për ta përmirësuar edhe më shumë. Pjesë e inspektimit ishin edhe zëvendës ministri i transportit Bahri Shaqiri dhe përfaqësues nga Policia Kufitare dhe Autoritetit Portual të Durrësit. Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit organizuan sot fushatën Tije Heroi Ynë, që synon mbledhjen e fondeve për 200 fëmijët e policëve që kanë nevoja të veçanta shëndetësore. Ministri Tahiri tha se sot është dita kur qytetarët tregohen solidar me efektivët e policisë që janë gjithnjë në shërbim të shtetit. Në rrugën që mban emrin e liderit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova, në zonën e ish bllokut, këtë të shtunë kishte një mision të veçantë.
qytetarët në sensibilizim të fushatës Ti je heroi im, të nisur nga Ministria e Brendshme dhanë kontribute monetare në ndihmë të fëmijëve me sëmundje të rënda të punonjësve të policisë. Ministri Sajmir Tahiri përsëriti apelin e tij për qytetarët për t'u gjendur pranë në këto ditë festash familjeve të rreth 200 fëmijëve. Më në fund kemi gjetur mundësinë të shohim njeriu brenda nesh dhe këtë ta bëjmë për fëmijët e punonjësve të policisë, të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Janë mbi 200 fëmijë të veçantë me nevoja të veçanta që përveç vuajtjes së përditshme të prindërve në punë dhe sakrificës së përditshme në përballje me botën e krimit, kanë edhe vuajtjen nga ana tjetër, vuajtjen familjare, e cila nuk është e lehtë. Fushata për mbledhjen e fondeve për të ndihmuar familjet e punonjësve të policisë që kanë probleme shëndetësore me fëmijët e tyre mbyllet në ditën e ndërrimit të viteve, më 31 dhjetor. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka reaguar pas shkrimeve në disa portale që shkruajnë se i ka qenë në Dubai me të shumë kërkuarin Klement Balili. Në Facebook, Manjani thotë se në Dubai s'ka qenë kurrë në jetën e tij, me këtë person s'ka udhëtuar ndonjëherë as në furgon dhe as me avion. Udhëtime turistike i bëj ekskluzivisht me familjen time, shpreh Manjani duke nënvizuar se shpifja nuk ndihmon askënd dhe sa i mbetet përkrahas si fjalës së lirë edhe kur kjo është një shpifje, por me rastin e të shtatave muajve të urdhër arrestit ndërkombëtar, edhe një herë të rreq vëmendjen, ta arrestoj kush e ka në dorë, ndoshta pas arrestimit mund t'ua thot vetë ai se me kë ka udhëtuar në Dubai dhe kudo tjetër. Mirupafshim deri në udhëtimin tjetër imagjinar, mbyllet postimi i ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani. Bashkia e Tiranës lajmëroi një ditë më parë devijimin e trafikut për shkak të punimeve në sheshin Skënderbej. Itinerari i ri është shoqëruar me trafik të rënduar, edhe pse dita është e shtunë. Policia po punon me përforcime, por siç bën me dije, ka gati të pamundur të menaxhojë situatën e rënduar të trafikut. Në vijim të zbatimit të projektit për kthimin e sheshit Skënderbej në pedonale, ka ndodhur një tjetër devijim në qendër të kryeqytetit. Kështu automjetet që lëvizin nga bulevardi Dëshmorët e Kombit në drejtim të qendrës për të kaluar përpara Bashkisë së Tiranës, do të lëvizin tashmë në rrugën Abdi Toptani. Edhe pse ditë e shtunë, në qendër të qytetit trafiku ishte i rënduar. Policia e Tiranës në komunikimin për media të një ditë më parë, tha se po punohen me përforcime për të lehtësuar lëvizjen, por bllokime ka patur për intervale të gjata kohore. Sipas uniformave blu, arsyet e trafikut të rënduar dhe bllokimi i tij vjen për shkak të punimeve dhe është tërësisht jashtë çdo mundësie për përballimin e tij, pavarësisht shërbimeve të përforcuara. Lëvizja automjeteve në qendër të qytetit është devijuar thuajse tërësisht nga Unaza e vogël, ndërsa projekti i sheshit Skënderbej është në fazën e dytë dhe sipas bashkisë po ecën me ritme optimale. Gjithashtu ka patur devijime dhe ndryshime të lëvizjes së automjeteve të transportit publik. Segmenti përpara se listë së Partisë Socialiste do të përdoret vetëm për automjete, ndërsa qarkullimi i mjeteve të transportit urban do të devijohet vetëm në segmentin e rrugës Myslim Shyri, në dalje midis Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Brendshme. Punimet në sheshin Skënderbej pritet të përfundojnë pranverën e vitit 2017. Ndërkohë, shefi i komisariatit të policisë rrugore në Tiranë, Ervinas Rama, renditi në studion e lajmeve të radio-televizionit Ora News shkaqet e kësaj situate alarmante të trafikut. As Rama këshilloi drejtuesit e automjeteve që të përdorin rrugë alternative transportin, ndërsa përballë kësaj situate ai tha se policia ka marrë masa me shërbime të përforcuara dhe punë jashtë orarit. 12 rrugë të Tiranës po përballen me trafik të rënduar për shkak të punimeve në kryeqytet, por edhe shtimit të lëvizjes në prag të festave. Kanë qenë këto arsyet e radhitura nga shefi i policisë rrugore të Tiranës, Ervinas Rama, gjatë intervistës së dhënë për Ora News sa i përket problemeve me trafikun në kryeqytet. Kreu i rrugores së Tiranës kërkoi ndër të tjera nga qytetarët që të përdorin mënyra alternative transporti, siç mund të jenë biçikletat, transporti urban, lëvizja në këmbë të tjerë. 12 akse rrugore, të cilat kanë
mbi ngarkesë të trafikut urban. Kjo, siç e thashë më parë, është për shkak të devijimeve dhe të punimeve të ndryshme, por edhe për shkak se në disa rrugë është bllokuar qarkullimi i mjeteve dhe është detyruar kalimi në këto akse. As Rama shtoi gjithashtu se policia ka patur vazhdimisht bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Bashkëpunimi vijon gjatë gjithë kohës në Bashkinë e Tiranës, ka vijuar, vijon dhe do të vijojë. Më thash që ne në ditët që vijojnë për rregullimin e trafikut dhe gjetjen e mënyrave alternative për lehtësimin sadopak të qarkullimit rrugor në qytetin e Tiranës. Në mbyllje as Rama u shpreh se thirrja e policisë për mirëkuptim nga ana e qytetarëve nuk mund të quhet dorëzim i oficerëve përballë situatës, por një apel për të patur edhe mbështetjen e banorëve kryeqytetas në menaxhimin e trafikut. Në asnjë rast dhe për asnjë çast, policia nuk mund të dorëzohet para çdo lloji vështirësie. Kjo nuk mund të ndodhë asnjëherë. Thjesht policia i bën thirrje qytetarëve dhe kërkon kuptimin dhe sensibilizimin e qytetarëve, të cilët për shkak të trafikut të rënduar që vjen për disa shkaqe, qytetin e Tiranës, të mundohen të përdorin rrugë alternative të ndryshme për transportin e tyre, siç është transporti publik ose përshkrimi i rrugëve të distancave të shkurta pa përdorimin e mjeteve, domethënë në këmbë. Shefi rrugores së Tiranës, Servinas Rama, shpreu bindjen se situata do të rregullohet me përfundimin e planit për rehabilitimin e sheshit Skënderbej. Të nderuar teleshikues, do të njehemi tani me disa prej zhvillimeve më të fundit nga bota. Turqia është goditur nga një tjetër shpërthim me bombë në pjesën qendrore të vendit, teksa si pasojë 13 ushtar kanë humbur jetën, ndërkohë që 56 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Sulmi pati si objektiv një autobus të ushtrisë, ndërkohë që mbeten enigmatik organizatorët e kësaj ngjarjeje. Megjithatë, në fjalën e tij, presidenti Recep Tayyip Erdogan ka fajsuar militantët kurd për këtë shpërthim, duke nënvizuar se ata kanë si qëllim të dobësojnë Turqinë me anë të akteve të tilla barbare. Si pasojë një shpërthimi me autobomb të ndërmarrë në qytetin Kayseri në Turqi, 13 ushtar kanë humbur jetën, ndërkohë që 56 persona të tjerë, ku përfshihen ushtar dhe qytetar të thjeshtë, kanë mbetur të plagosur. Organizatorët e sulmit patën si objektiv një autobus të ushtrisë që po kalonte pranë një zone të populluar. Ngjarja e rëndë vijon të mbartë ende shumë paqartësi, por zyrtarët e Ankaras kanë fajsuar me njëherë Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, një grupim militant kurd që ka kryer edhe në të shkuarën sulme të ngjashme. Në një prononcim të bërë për këtë ngjarje, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se këto veprime ndërmerren nga organizata terroriste separatiste, të cilat kanë për qëllim që ta dobësojnë Turqinë përmes akteve të tilla barbare. Presidenti pasi dënoi sulmin shpreu gjithashtu ngushëllime për viktimat, si dhe për të afërmit e tyre. Në vendngjarje mbërritën menjëherë forcat e shumta sigurie dhe autoambulanca, me qëllim që të dërgonin të mbijetuarit në spitale. Deri më tani nuk ka asnjë raportim për persona të tjerë që mund të jenë rrezik për jetën, ndikuar kjo edhe nga udhëzimi i qeverisë për të limituar informacionet që publikohen në media, me qëllim që të ndalohet përhapja e panikut, frikës dhe pasigurisë në radhët e qytetarëve. Përplasjet mes militantëve kurd dhe forcave të qeverisë turke kanë qenë mjaft të pranishme në vend prej më shumë se 4 dekadash. Përgjatë kësaj kohe janë regjistruar mijëra viktima nga të dyja palët. Grupimet militante kërkojnë autonominë e rajonit juglindor të vendit, propozim që nuk është marrë asnjëherë në konsiderat nga Ankaraja. Demonstruesit në Varshavë kanë protestuar sërish kundër planeve të qeverisë për reduktimin e numrit të gazetarëve që raportojnë mbi zhvillimet parlamentare. Kjo protestë vjen në vazhdimsi të asaj të organizuar vetëm një ditë më parë në ambientet e jashtme të parlamentit. Rregullat e reja pritet të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm dhe kundërshtarët e këtij ligji argumentojnë se kjo situatë përbën një kërcënim për lirinë e medias. Demonstruesit në kryeqytetin e Varshavës kanë protestuar sërish kundër planeve të qeverisë për të kufizuar aksesin e gazetarëve në parlament. Ata u mblodhën përpara pallatit presidencial gjatë mëngjesit dhe më pas u zhvendosën në ambientet e jashtme të parlamentit. Një ditë më parë, protestuesit bllokuan godinën parlamentare, duke u përballur madje edhe me policinë. Kjo për shkak se qeveria populiste e kraut të djathtë në Poloni kërkon të limitojë numrin e gazetarëve që do të lejohen të mbulojnë parlamentin. Por deputetët opozitar ngren akuza se një lëvizje e tillë do të mbys lirinë e mediave. Sipas rregullave të reja, vetëm 5 stacione televizive të përzgjedhura polake do të lejohet të xhirojnë sesionet parlamentare. Mbështetës të lëvizjes argumentojnë se në këtë mënyrë gazetarët nuk do të munden më t'i afrohen deputetëve në një mënyrë që mund të perceptohet si e guximshme apo agresive. Ndërkohë, kundërshtarët të lëvizjes argumentojnë se kjo situatë është një rikthim në praktikat e periudhës komuniste. Kjo protest mendoj të ishte e para në llojin e vet në këto 10 vitet e fundit.
sa kaq që rregullat e reja pritet të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm. Bota priret më shumë drejt blerjeve online se sa atyre në dyqane, një trend në fakt jo tepër surprizues nëse merren në konsiderate dhe zhvillimet në teknologji. Nga të dhënat zyrtare, amerikanët kanë preferuar tregtinë elektronike në fundjavat e uljeve të mëdha si e premtja e zezë. Gjithashtu duket se ky trend është tërësisht në kontrast me situatën në Shqipëri, ku taksat mbi blerjet online kanë bërë që ky trend të tkurret. Migrimi i konsumatorëve nga dyqanet tek blerjet online përgjatë fundjavës së falënderimeve dhe të premtes së zezë vazhdoi në mënyrë dramatike edhe këtë vit, duke dëshmuar gjithnjë e më shumë trendin e ri botror ndaj e-commerce ose tregtisë elektronike. Kjo zhvendosje ka shtuar presion mbi mënyrat tradicionale të shitjes, të cilat tashmë rivalizojnë fuqishëm nga faqe online të shitjes, si Amazon. Sipas një sondazhi të Federatës Kombëtare të Shitjeve, 108.5 milion amerikan përllogaritet të kenë blerë online përgjatë fundjavave të ofertave që i japin fillimet dhe periudhës së festave të fundvitit. Krahasuar me të dhënat e vitit të kaluar, kjo do të thotë se rreth 10 milion amerikan më shumë kanë preferuar të kryejnë blerje online sesa në dyqane, dhe kjo vetëm gjatë fundjavës së të premtes së zezë. Kjo shifër nuk është as pak surprizuese për shumë firma, të cilat kishin filluar matjen e shitjeve online që në ditën e falënderimeve, duke eklipsuar kështu edhe pragun e përllogaritur të fitimeve, të cilat këtë vit shënuan rekord me 7.23 miliard dollar. Kjo zhvendosje i jep gjithashtu përgjigje faktit se përse shumë qendra tregtare ishin relativisht të qeta para natës që shënon edhe fillimin e të premtes së zezë, në kontrast me valën e madhe të viteve të mëparshme. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se shitjet në dyqane janë tërësisht të dala jashtë mode. Sipas vështrimeve, shitjet në dyqane ishin tepër popullore për grup mosha 18 deri në 34 vjeç. Duket se ky trend qëndron tërësisht në kontrast me situatën në Shqipëri, ku blerjet online tashmë taksohen, me shpresën se do t'i jepet kështu një shtys konsumit në ngërç. Kjo natyrisht ka çuar në një tkurrje të numrit të personave që tashmë kërkojnë të blenë përmes internetit. Rikthehemi tani me disa zhvillime nga vendi. Pas myftinisë së Shkodrës, edhe Kisha Katolike u ka drejtuar një thirrje besimtarëve të krishterë për lutje në mbarbotën për gjendjen e rënduar në Alepo. Dom Artur Jaku përmes meshës që drejtoi në qytetin e Shkodrës tha se civilët nuk duhet të jenë pjesë e luftës mes palëve. Të mbledhur para katedrales së Shën Shtjefinit në Shkodër, besimtarët e krishterë drejtuan lutjet e tyre për viktimat e Alepos dhe vendet e tjera në luftë. Lutje paqe në prag të Krishtlindjes, të cilat duhet të nënësisin për reflektim pasi jemi larg Krishtlindjeve të vërteta, tha famultari Dom Artur Jaku, i cili kryesoi meshën. Mija njerëz sot largohen nga banesat. Lufta nuk kursen as fëmijë, as gra e as burra. Madje njerëzit që përjetojnë më shumë janë ata që janë krejtësisht të pafajshëm, fëmijët. Mjaft ma me luftra, mjaft ma me politika konfliktuale, mjaft ma me diferencime, përjashtime. Jeta është e shejt. Lutja besimtarëve u mbyll me thirrjen për të bërë të gjithë bashkë që këto të jenë Krishtlindjet që do sjellin paqe në mbarbotën. Familjarë të Kristi Panajotit, të riu që humbi jetën në aksidentin në rrugën ku punohet për lungomare në Vlorë, kanë marshuar në shenjë proteste. Marshimit janë bashkuar edhe 10 qytetarë, ndërkohë që babai 18 vjeçarit kërkoi drejtësi dhe dënimin e përgjegjësve me qëllim që raste të tilla të mos përsëriten. Nën moto na mbroni vetëm jetën familjarët e të afërm të 18 vjeçarit Kristi Panajoti, i riu që humbi jetën në aksidentin e 26 nëntorit përgjatë shtetores së Lungomares, marshuan në formë proteste për humbjen e padrejtë të jetës së adoleshentit. Pasi u ndalën në gropën që i kushtoi jetën të birit, përgjatë segmentit Skelu i Ftohtë, babai i Kristit, Renato Panajoti, bëri thirrje për drejtësi. Do kërkojmë nga drejtësia dhe nga shteti që të vendoset një drejtësi e saktë brenda normave, pa na shkaluar dhe pa mbrojtur dikë pushtetar apo dhe pres që stanca të marrin drejtimin e duhur, që mos na lënë neve që të dalim në vetë gjyqësim. Marshimit u bashkua dhe deputeti Dashamir Tahiri, që cilësoi aksidentin pa përgjegjësi shtetërore. Në qoftë se ky shtet do të vazhdojë të jetë kështu i papërgjegjshëm siç është, njerëzit do të shkojnë gjithë në protestë dhe të protestojnë. Jo vetëm për to, po ka shumë gjëra të tjera që duhet protestojnë qytetarët e Vlorës. Kjo sot ishte një protestë qytetare, unë marr pjesë
thjesht si banor i lagjes, po shumë e dhimbshme kjo ka ndodhur. Familjarët e Kristi Panajotit, pasi hodhën lule në vendin ku humbi jetën 18 vjeçari, apeluan sërish për ndëshkimin e fajtorëve. Në Shkodër janë përkujtuar krimet e komunizmit përmes nismës Shkodra kujton, të mbledhur në vendin që në periudhën e diktaturës u ekzekutuan martiret e fesë, por edhe shumë qytetarë zëvendës ambasadori OSBE-s u bëri thirrje qytetarëve që të mos tentojnë të harrojnë të shkuarën pa u përballur fillimisht me të. E shkuara nuk duhet harruar, pasi në të kundërt rrezikon të përsëritet. Nga një prej vendeve në Shkodër ku regjimi komunist dënoi dhe ekzekutoi barbarisht martirët e fesë, sot i kthyer në vend kujtese, u prezantuan krimet artistike me temë Shkodra kujton. I pranishëm ishte edhe zëvendës ambasadori OSBE-s Robert Wilton, i cili tha se nuk mund të tejkalojmë të kaluarën nëse nuk jemi ballafaquar me të. Nuk është thjesht me folë për një të kaluar të dhimbshëm, po gjithsesi shoqëria ka nevojë me ndigju rrëfimit nga dëshmitarët edhe me kuptu shkeljet në një regjim të tmerrshëm të kaluar. Për të pranishmit u shfaqen imazhe dhe intervista të personave që për vite me radhë vuajtën burgjeve të regjimit komunist. Nisma Shkodra kujton erdhi në bashkëpunim me disa shkolla të qytetit. E shelur panajeri e zejeve dhe kreativitetit, ku 72 artizan dhe biznese të prodhimeve bio-ushqimore ekspozuan prodhimet dhe punimet e tyre. Ministri Klosi i bën thirrje artizanëve të ruajnë këtë trashëgimi të rëndësishme të vendit. 72 artizan nga gjithë Shqipëria prezantuan punimet e tyre në panajrin e zejeve dhe kreativitetit. Punimet me dorë, prodhues të prodhimeve bio-ushqimore dhe studentë të artëve ekspozuan për publikun punët e tyre. Qeveria miratoi ligjin e zejeve muaj më parë dhe Ministri Klosi beson se me lehtësirat fiskale dhe masat e marra du të trashëgohet kjo pasuri e rëndësishme vendit tonë. Ne kemi shumë nevojë që kemi trashëgimi në zanatet tona. Bisedova me një nga zejtarët dhe më tha që fëmijët nuk ja pranojnë ta vazhdojnë atë zanat. E kemi shumë problematik që ky biznes të vazhdojë, të trashëgohet. Dhe prandaj po përpiqemi që nëpërmjet këtij ligji të krijojmë mundësitë që për familjet të cilat punojnë me duart e tyre, krijojnë me punë të denjë, biznese familjare, situata të jetë që me shumë lehtësira fiskale. Panajri do të qëndrojë i hapur këtë fundjavë në Pallatin e Kongreseve. Ndryshe nga vitet e tjera, në teatrin e operas dhe baletit u dëgjuan nga publiku tinguj të muzikës meksikane. Në vijimësi të njësër projektesh për të promovuar artin dhe kulturën e këtij vendi, Konsullata e Nderit e Meksikës në Shqipëri në drejtimin e zotit Yllin Ndroqi mundsoi koncertin me pjesëmarrjen e sopranës së njohur Jessica Loaiza dhe pianistes Patricia Gallo. Kush më mirë se muzika dhe arti mund të bashkoj kombe, mund të ndërtoj ura bashkëpunimi mes vendeve dhe të mbështjellë me emocione miliona njerëz në të gjithë botën. Në vigjiljet festave të fundvitit, Konsullata e Përgjithshme e Nderit e Shteteve të Bashkuara të Meksikës në Tiranë, në drejtimin e Yllin Ndroqit, për të promovuar artin dhe kulturën meksikane, koncertin me pjesëmarrjen e sopranos Jessica Loaiza dhe pianistes Patricia Gallo në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Përmes tingujve, publiku udhëtoi në Meksikën e largët. Po ashtu shijoi pjesë nga kompozitor më të njohur në të gjithë botën. Sopranoja Jessica Loaiza është diplomuar në Konservatorin e Santa Cecilias në Rom dhe numëron një sër koncertesh të saj në Itali, Hungari, Poloni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Meksik. Të pranishëm në aktivitet ishin përfaqësues të trupit diplomatik, përfaqësues të institucioneve të larta të shtetit, personalitetet të artit dhe kulturës. Një moment të veçantë, zori dhe kulinaria meksikane.
Koncerti do të transmetohet ditën e diel ora 19 në Radio Televizionin Ora News. Janë shitur në kohë rekord biletat për koncertin e Vjenës në Tiranë. Disa dhjetra ardashës qëndruan për disa orë në radhë për të siguruar të drejtën që të ndjekin nga afër tingujt e violinës së Shkëllëzen Dolit dhe asamblit të Filharmonisë së Vjenës, por shitja e biletave ngjalli edhe reagime kritike ndaj organizatorëve. Koncerti do të mbahet më datë 2 janar ora 20 në Pallatin e Kongreseve. Ky ishte rada pranë Pallatit të Kongreseve të shtunën për të siguruar një bilet për koncertin e Vjenës në Tiranë. Ndoshta për herë të parë, qindra shqiptarë u vu në radhë për të blerë të drejtën për të ndjekur nga afër një eveniment të konsideruar unik, koncertin e violinisit shqiptar Shkëllëzen Doli dhe ansamblit të Filharmonisë së Vjenës. Interesi i jashtëzakonshëm bëri që shitja e biletave që nisi rreth orës 10 të përfundojë në kohë rekord, ndërsa çmimet e tyre varionin nga 3.000 deri në 7.000 lekë në bazë të vendit në sallë. Ata që nuk mundën të sigurojnë një bilet ishin kritik për organizimin dhe numrin e atyre të vëna në dispozicion, si tregon dhe kjo video e postuar në rrjetet sociale. Duket e çuditshme se si mund të mbarojnë domethënë përgjysore biletat. Doja patjetër ta shikoja dhe prandaj dhe erdha kaq herët. Po ishte e pamundur, me sa duket kanë qenë tjerët më të shkatët se sa unë. Ndoshta duhet ta kishin shtuar edhe një natë tjetër, kërkesat janë të larta, është artist shumë i mirë. Veç Pallatit të Kongreseve 10% e biletave thuhet se u shitën online, por edhe për këtë pati raportime për probleme. Nuk u shitën bileta siç ishte prononcuar. As online që thoshin 10% e biletave do jepen online, nuk ekziston faqe që të blihen online. Si përgjigje për kritikat, kompania që organizon koncertin me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Ambasadës Austriake në Tiranë reagoi në rrjetet sociale. Ju sigurojmë se të gjitha komentet që ju keni bërë u mbajtën shënim dhe do të bëhet më e mirë në edicionin tjetër 2018. Interesi për koncertin tërhoqi vëmendjen e kryeministrit Rama, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale theksoi dëshirën për ta kthyer koncertin në një traditë kulturore të kryeqytetit të Shqipërisë evropiane. Edicioni i parë i koncertit të Vjenës në Tiranë do mbahet më 2 janar, ora 20 në Pallatin e Kongreseve.